Prokuroria e posaçme ka nisur veprimet hetimore për fshirë marrjen në pyetje të disa zyrtarëve policor lidhur me takimet e paautorizuara me të paraburgosurin për korrupsion Roven Zeka. SPAK ka marrë deklarimet e të paktën 2 shefave të komisariateve në kryeqytet, ndërsa është sekuestruar dhe një pajisje telefonike. Organi hetues ka sekuestruar dhe kamerat e sigurisë, si dhe ka pyetur personat përgjegjës për bllokun e sigurisë në Minepeza, për të hedhur më tepër drejt mbi takimet me të paraburgosurin dhe qëllimin e tyre. Shefi i Komisariatit të Policisë Rrugore të Tiranës Roven Zeka bashkë me Sokol Novakun, shefi i hetimit të aksidenteve dhe oficerin e Policisë Rrugore Edison Tabaku, ra në pranga disa ditë më parë në kuadër të hetimit të SPAK dhe dyshohet se kanë marrë 2.000 euro rishfet për manipulimin e provave për një aksident rrugor të shkaktuar nga bashkëshortja e një biznesmeni. GKK ka dhënë edhe masat e sigurisë arrest me burg për 3 të dyshuarit.